Në këto përmasa, Lili, dhe me këtë shpejtësi, do të thonë, pasi banorët janë zënë në befasi nga ajo çfarë ne kemi mundur për të folur me to, por në këto përmasa dhe me këtë shpejtësi duke sigurisht hera e parë, pasi dhe natën e reshjeve, i ka zënë tërësisht në befasi. Kjo është kati i parë i një shtëpie, siç mund të shikohet, dëmet janë të larta. Nuk e di nëse ka një dritë këtu, energjia elektrike nuk punon në këto banesa, por që banorët kanë boshatisur tërësisht shtëpitë e tyre, katët e para duhet theksuar, ndërkohë që me dhjetra familjar në këtë zonë ndodhen pushka katë e dyta dhe sa banor janë të prekur nga këto përmbytje ditën e djeshmejs, në atë zonë të paktën? Është pothuajse gjithë zona. Është, më falë, Lili do mundohet komunikoj, është hera e parë që përmbyteni? Është hera e parë në këto përmasa. Që 27 vjetë të neve e parë, dhe mi të parë. Kanë ardhur ndonjë nga autoritetet të këtu? Kemi marrë telefon të jemi në shqyën telefon asë një, në zjatë fikse me asë dhe një njëri. Tua dhe më shpërblimi në shteti, që dhe shteti. Unë jam një invalide. Ku të të ndimoj ju djalin, vetëm djalin punon. Ku të të ndimoj? Mua kemi në oqë. Buri punon me 300.000 Sa antarë në familje jeni? Djali jeton këtu me musë dhe fëmija, të unë në buri. Pesë antarë. Pra, Lili, nuk e di nëse dëgjohet... E dëgjuam që është një familje me 5 antarë, dhe ndërkohë që ankohet edhe për ndihmën ekonomike, kërkon dëm shpërblim nga shteti, i vetmi që punon në atë familje të paktën me sa dëgjova është djali i zonjës. Më falë, ndodhi shumë shpejt përmbytja, si ndodhi shpejt? Çfarë thoni, pra çfarë ndikoi këtë herë që u përmbytet tërë zona? Çfarë ka ndikuar, çfarë nuk ka shkuar në kanalet e kullimit? Çfarë ndodhi këtë vit? Pse u përmbyt kaq shpejt, domethënë, se shika pas dhe viteve të tjera? To janë pajisjet elektroshtëpiake, Lili, si duket. Zonja thotë që janë të gjitha të reja, tani më duket sikur janë zhvendosur nga vendi i tyre. Në servis atje në Çimet, shiko keni edhe 1 milion lekë, dhe me 10 milion lekë. Janë banorë sigurisht në ditë të vështira për to. Kjo është dhomë gjumi, Lili. Pra, si mund të shikohet, nuk e di nëse duket, Lili, pra niveli ujit ka qenë shumë lartë, duket edhe nga muret. Duket e muris, edhe tek dysheku i krevatit, çdo gjë e dëmtuar nga vërshimi i ujit brenda banesës së kësaj familje, ashtu sikur se ti e tregon në pamje, dhe në fakt unë dua të ti drejtosh një pyetje se ku kanë qëndruar natën e mbrëmshmes. Mbrëm, ku keni qëndruar? Në katën e dytë, apo jo? Pra mbrëm kanë qëndruar në katën e dytë, Lili? Por edhe gjesh zgjidhje. Me telefon që afisën që nuk asnjë lloj bjeti. Do gjesh zgjidhje për të fjetur. Zgjidhje, a gjetet zgjidhja në këtë katastrofë? Të shtetit? Gjetet zgjidhja, që është bërë shtëpia skandal, s'ka me. Të vi shtetit një drejt të gjithë siç i pata. Ka zja fikse telefon dhjen dhe nga korrentët, nga prizën, dhe znakët. Janë, do mundohemi të hyjmë edhe në për shtëpia të tjera. Lili, nuk e di se jemi me kohën televizive. Po, mund të tentosh, por gjithsesi unë kisha edhe një pyetje. Pra nga dita e djeshme deri në sot, nuk është marrë asnjë mas në mënyrë që të bëhet
largimi i ujit nga i gjithë territori që ka vërshuar tashmë në ato banesa nga ana institucioneve përkatëse, pra çfarë përgjigje kanë marrë ose ku janë ankuar? A e din institucionet realisht që situata në atë zonë është kjo që ne po shohim në këto momente ku edhe pse